Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë episod, ku do të flasim për një temë shumë aktuale dhe gjithnjë e më të rëndësishme, skamët apo mashtrimet online. Në ditët e sotme, pothuajse çdo gjë që e bëjmë është e lidhur me internetin, nga komunikimi me miq të familjen, te pagesat, puna, menaxhimi i financave tona. Kjo na ka sjellë shumë lehtësi dhe mundësi, por në të njëjtën kohë ka krijuar edhe hapësira për rreziqe të reja. Mashtrimet online janë bërë më të sofistikuara se kur më parë. Nuk bëhet fjalë vetëm për mesazhe të thjeshta dhe të dyshimta. Sot mashtruesit përdorin teknologji të avancuar, dizajne profesionale dhe psikologji për të fituar besimin tonë. Shpesh këto sulme nuk sulmojnë vetëm individët, por edhe bizneset, duke shkaktuar dëme të mëdha financiare. Dhe ajo që është më rëndësishme, çdo kush mund të bëhet viktim, pavarësisht nivelit të njohurive teknologjike. Unë jam Blerim Tahiraj, udhëheqës i ekipës për shërbimin në fushën e teknologjisë informative dhe zgjidhje pranë IPCOS. Në këtë episod do t'ju shpjegojmë si çfarë janë skamët, cilat janë format më të zakonshme, si funksionojnë mashtruesit dhe më e rëndësishmja, si mund të mbrohemi nga ato në jetën tonë të përditshme. Një skam është një përpjekje për t'ju mashtruar, për të marrë para, të dhëna personale apo qasje në llogaritë tuaja. Një shembull, ju vjen një email nga banka që thotë se llogaria juaj është e bllokuar. Klikoni linkun dhe vendosni të dhënat. Në fakt, ajo faqe është rreme dhe të dhënat tuaja vjedhen. Më poshtë do të trajtojmë disa nga llojet më të zakonshme të skameve, të cilat në ditët e sotme janë bërë gjithnjë më të shpeshta. Phishing apo email mashtrues është një nga format më të zakonshme të mashtrimit. Viktima merr një email që duket sikur vjen nga një institucion i besueshëm si bank, kompani teknologjike apo rrjet social. Email i zakonshëm përbën një link që të çon në një faqe të rreme, ku kërkohet të fusni të dhënat personale si username, password apo informacione bankare. Ky mashtrim targeton bizneset dhe individët. Mashtruesit kompromitojnë ose imitojnë emailin e drejtuesi apo partneri biznesi dhe kërkojnë transfer urgjente parash ose ndryshim të detajeve bankare. Ky lloj skemi mund të shkaktojë humbje të mëdha financiare për kompaninë. Smishing apo SMS-et mashtrues është i njëjtë me phishing, po ndodh përmes SMS-eve. Mesazhet shpesh duken urgjente, si për shembull, paka juaj është bllokuar ose kliko këtu për të konfirmuar pagesën. Linku i SMS-ve ju dërgon në një faqe mashtruese ose instalon malware në pajisjen tuaj, e cila mund të shkaktojë dëme. Një lloj tjetër i mashtrimeve është skam në investime. Këto mashtrime përfitojnë fitime të mëdha në kohë të shkurtër, me rrezik minimal. Shpesh lidhen me tregti online, forex apo platforma të rrajshme investimi. Viktimat binden që të investojnë para, në mënyrë që të kenë mundësi të tërheqin me fitime të mëdha. Mirë po, në momentin që duan të tërheqin, ato platforma ose zhdukun ose është e pamundur të tërheqja atyra. Në ditët e sotme kemi edhe skam romantik. Mashtruesit krijojnë profile të rreme në rrjetet sociale ose aplikacione takimesh dhe ndërtojnë marrëdhënie emocionale me viktimin. Pas një kohe, kërkojnë para duke përdorur besimin, para të cilat kërkojnë në formë bileta udhëtimi, para për shkaqe shëndetësore, kryesisht të mira që ata të përfitojnë nga ana emocionale e personit i cili është në kontakt me ta. Në kohën e teknologjisë, gjithmonë hasim me shumë nevojë për suport në fushën e teknologjisë informative. Mashtruesit kanë shfrytzuar këtë hapësirë dhe kanë filluar të paraqiten si dhe tech support apo kompani që të suportojnë në fushën e teknologjisë informative. Ata pretendojnë se janë nga kompani teknologjike dhe ju informojnë se pajisja juaj ka probleme ose virus. Ata kërkojnë qasjen e kompjuterit tuaj ose pagesë për riparimin, duke instaluar shpesh programe të rrezikshme që mund të shkaktojnë dëme. Po ashtu, në këtë treg të globalizuar, në kohën kur gjithnjë më shumë po ka oferta të ndryshme për punë në vende të ndryshme botërore, kemi edhe skamin me fake jobs. Pra, fake jobs ose oferta të rreme pune. Viktimave u ofrohen punë tërheqëse me paga të larta, kushte fleksibile. Për të vazhduar procesin kërkohet pagesë për trajnim, dokumente ose pajisje. Këto, pastaj në momentin që pranohen nga kes përdoruesi, zhduken si opsione dhe nuk mund të bësh në kontakt me të. Pra, ne hupim atë që kishim dhe kes përdoren resurset tona. Po ashtu, kemi
rastet e shpërndarjes së dhuratat apo fake giveaways. Mesazhe ose postime që pretendojnë se keni fituar një çmim, telefon, para, udhtim. Pra, të marrë çmimin, kërkohet të klikoni në link. Ai link kërkon të dhënat tuaja personale ose të dhënat tuaja bankare, ku ato pastaj keq përdoren dhe ju nuk jeni përfituesi i atij çmimi, po vetëm keni ra prej e mashtrimit nga keqbërësit. Në ditët e sotme, gjithnjë më shumë blerjet kanë filluar të bëhen online. Po keqpërdoruesit nuk është që kanë ndajt duar kryq. Kanë filluar dhe shumë shpesh po ofrojnë scams të blerjeve online. Ndodhin shpesh në platforma shitblerje online. Mashtruesit publikojnë produkte që nuk ekzistojnë ose kërkojnë pagesë paraprake dhe me pas zhdukën po lënë gjurmë. Ata mund të përdorin foto të vjedhura, çmime joshe dhe profile të rreme. Nga ana tjetër, edhe blerësit ndonjëherë mashtrojnë shitësit. Ata mund të dërgojnë prova të rreme pagesa, të përdorin metoda pagese të falsifikuara ose të pretendojnë se nuk kanë pranuar produktin për të kërkuar kthim parash. Me këto raste, blerësit përdorin profile fake të ndryshme, po ashtu ka raste ku përdorin edhe të dhëna bankare të cilat janë të vjedhura. Në mileniumin e fundit, kripto është gjithnjë temë e më e rëndësishme në fushën e teknologjisë informative apo edhe në fushën botërore të financave. Crypto scams lidhen me mashtrime me kriptovaluta. Mund të jenë investime të rreme në platforma fake apo kërkesa për të dërguar kripto me premtime për kthim më të madh. Transaksionet në kripto janë të pakthyeshme, gjë që e bën mashtrimin shumë të rrezikshëm. Si funksionojnë mashtruesit? Mashtruesit nuk mbështeten vetëm në teknologji. Në fakt, arma e tyre më e fortë është psikologjia. Ata dinë shumë mirë si të ndikojnë në mënyrën se si ne mendojmë dhe reagojmë. Shpesh përdorin urgjencën, duke krijuar ndjesinë se duhet të veproni menjëherë. Llogaria juaj do të bllokohet brenda 24 ore. Apo kjo ofertë s'ka dhënë sot. Kjo ju shtyn të mos mendoni, të reagoni impulsivisht. Një tjetër taktikë është frika. Ata mund të pretendojnë se ka ndodhur një problem në bankën tuaj, një shtjelje sigurie, një aktivitet të dyshim në llogarinë tuaj, duke bërë që ju të bëni prej këtij mashtrimi menjëherë. Në të njëjtën kohë, përdorin edhe besimin, duke u prezantuar si institucionet e njohur, banka, kompani teknologjike apo kolegë dhe partner biznesi. Shpesh imitojnë emaila zyrtare, logo dhe stil komunikimi për të krijuar një ndjenjë sigurie. Gjithashtu, mashtruesit luajnë shumë me emocionet, si kurioziteti, entuziazmi apo empatia. Për shembull, një mesazh që thotë keni fituar një çmim. Aktivizon entuziazmin, ndërsa një histori personale për skam romantik aktivizon empatinë. Qëllimi i tyre gjithmonë është i njëjtë. T'ju vendosin në një situatë ku reagoni shpejt dhe emocionet ndikojnë në vendimarrjen tuaj. Prandaj, mbrojtja më e mirë është shumë e thjeshtë. Ndaloni për një moment, mendoni dhe verifikoni para se të veproni. Para se të veproni, mendoni me mendje të kthjellët. Mesazhet urgjente krijojnë presion që të veproni menjëherë pa menduar. Gabimet drejtshërimore shpesh tregojnë mungesë profesionalizmi dhe mund të jetë burim i dyshimt. Linçet e dyshimta ju dërgojnë në faqe të rreme për të vjedhur të dhënat tuaja. Kërkesa për të dhëna sensitive, as të një institucion serioz nuk kërkon kalime apo PIN përmes mesazheve. Mos klikoni në linçet dyshimta, shmangni hapjen e linçeve nga burimet e panjohura ose mesazhet e papritura. Verifikoni burimet, kontrolloni gjithmonë nëse emaili, faqja apo personi autentik para se të veproni. Përdorni 2FA apo autentifikim të dyfisht. Shton një shtresë ekstra sigurie dhe nëse fjalkalimi kompromentohet dhe gjasat për qasjen e llogarisë tuaja janë më të vogla. Përdorni pasvordet e forta, krijoni fjalkalime të gjata unike dhe mos i përdorni të njëjtat në disa llogari. Përdorimi i antivirusit dhe anti-malware software janë shërbime të cilat mund të merren në EPCO, ndihmojnë në ruajtjen dhe sigurinë tonë. Përdorimi i DNS protection dhe filtrim të trafikut, shërbime si DNS filtering ndihmojnë në bllokimin e faqeve të rrezikshme para se ato të hapen. Bëni pajisje të ofertë të përditësuar, update-at përmbajnë rregullimet e rëndësishme të sigurisë kundër sulmeve të reja kibernetike. Mos përdorni software pa licencë. Software-et e pa licencuar shpesh përmbajnë viruse, malware, backdoor që mund të rrezikojnë të dhënat tuaja dhe sigurinë e pajisjes që jeni duke përdorur. Pas përmendjes së disa skemeve dhe sqarimit të tyre, nëse bien prej, si duhet të veprojmë?
Nëse dyshoni ose e kuptoni se keni rënë prej një skami, është shumë i rëndësishëm të reagoni shpejt dhe me thithësi. Veprimet e menjëhershme mund të kufizojnë demin dhe të mbrojnë llogaritë tuaja. Disa nga hapat që do të merrni. Ndryshoni menjëherë fjalkalimet. Filloni me llogarinë e prekur dhe më pas ndryshoni fjalkalimet tjera, sidomos nëse i keni përdorur të njëjtin. Kontaktoni bankën apo institucionin financiar, nëse janë përfshirë të dhëna bankare ose karta. Njoftoni bankën menjëherë për të bllokuar transaksionet ose kartat. Raportoni rastin, informoni autoritetet përkatëse, platformën ku keni rënë prej mashtrimit apo edhe institucionet shtetërore. Kjo ndihmon në parandalimin e rasteve tjera. Kontrolloni pajisjet e juaja, bëni skanimin me antivirus për të siguruar që nuk ka malware ose programe të dëmshme në pajisje. Monitoroni në mënyrë të vazhdueshme aktivitetin, vëzhgoni llogaritë bankare online për çdo aktivitet të dyshimshëm në ditët e verë. Reagimi i shpejtë është çelësi për të minimizuar demin dhe për të rikthyer sigurinë tuaj digjitale. Në fund të ditës, një nga rregullat më të thjeshta, por edhe më të rëndësishme në sigurinë online është kjo. Nëse diçka duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë, atëherë shumë shpesh është mashtrim. Mashtruesit mbështeten pikërisht në emocionet tona, në nxitimin dhe dëshirën për përfitim të shpejtë. Prandaj, çdo ofertë e pazakontë, çdo mesazh urgjent apo çdo kërkesë dyshim duhet të trajtohet me kujdes dhe skepticizëm. Një moment i vogël për të menduar, verifikuar, kontrolluar informacionin, mund të bëjë diferencën midis sigurisë dhe humbjes së të dhënave apo parave. Prandaj, qëndroni gjithmonë vigjilent, informoni dhe mos harroni. Në botën digjitale, kujdesi është mbrojtja më e fortë që keni. IPCO ofron Cisco Umbrella, një zgjidhje e sigurt që ndihmon në identifikimin dhe ndalimin e kërcënimeve që në fillim, e krijuar për të ofruar mbrojtje proaktive për përdoruesit të bizneset. Për më shumë informata, na kontaktoni në emailin ict@ipco.com.